Policia ka ndaluar personin i cili dyshohet për alarmet e rreme në shkollat e Tetovës. Dyshohet se kërcënuesi është nxënës i vitit të 4 në gjimnazin Kiril Pejqinović. Policia ka kryer bastisje në shtëpinë e tij, ku dhe janë sekuestruar celular e kompjuter. Nga gjimnazi Tetovës kanë konfirmuar se inspektorët të sektorit për punë të brendshme Tetovë kanë kërkuar të dhëna për një nxënës të kësaj shkolle në ndyshimet se është dërgues i emaileve për bomba. Nga informacionet e mëngjesit, policia ka ndërhyr te një person i dyshuar, edhe nde nuk kemi konfirmim zyrtar, domethënë nga ana e policisë se bëhet fjalë për nxënësit ton. Dyshimi është ata, mirë po ndërhyrjen ata kanë tregu. Pastaj faktet tjera janë se mund rezultoj i tillë, te ne është ende dyshim të është se nxënësi i dyshuar nuk ka qenë sot në procesin mësimor. Kështu që presim konfirmim më të tjeshëm të organeve kompetente për ka bëhet fjalë. Sektori punëve të brendshme në Tetovë, në bashkëpunim me pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që prej 2 ditësh kanë hetuar personin e dyshuar. Gjatë bastisjes në shtëpinë e të riut në fshatin Pallatic të Tetovës janë konfiskuar celular dhe kompjuter. Personi i dyshuar është nxënës i vitit të 4 në gjimnazin Kiril Pejqinović në Tetovë. Mësohet se gjatë arrestimit ai ka pranuar se ka dërguar emaile në Ministrinë e Punëve të Brendshme për gjoja se bomba të vendosura në disa institucione shkollore.